Njërën kokë ka në Prishtinë, tjetrën në Tiranë. Shqipunja me 2 krena është simboli Albanian Post, mediumi që funksionon me 2 redaksi në Kosovë dhe Shqipëri. Për këtë shpend nuk kemi me folë më shumë, por shpendi ju tregon për parashikimet dhe pëlqimet e kolegove për botrorin 2026. Botnori ka me fitu Spanja, se e ka atënën e Barcelonës edhe nuk e ka asë një lojtar të Real Madridit. Botrorin është dashur me fitu Argentina më shkak Lionel Messit, se meriton edhe një botror. Po në këtë botror kam me bot tifo për Skocin, për arsye që kam një raport tepër special me vendin edhe jam kështu tifoz i flakt i armatës të tartanëve në Skoci. Franca, nuk e kam ndaj farë njohurie, veç intuit këto. Për mu është me fitu Gjermania, se jam në fond se Bayern Munich për që më kanë e vogël. Besoj që Franca ka një ekip të konsoliduar, sin sulm, sin në sfush, sin mbrojtje. Botrorin e fiton Argentina, edhe pse kanë ekipin më të dobët se botrorin e kalum, ata ende kanë lojtarin më të fortë në histori të futbollit. Unë mendoj që ka me fitu Franca, për mu janë ekipi më i kompletum, po kësha posë që me fitu Portugalia së Ronaldo me oni barazu me Messin me botrore. Botnorin duhet me fitu Franca se është ekipi më i prekshëm. Unë mendoj që ka me fitu Anglia, pasi që shumë vite duke e pritur, shpresojmë që këtë botror do ta fitojnë. Unë jam me samurajt e 4, jam tifoz i Japonisë, po menoj se Portugalia ka më bu kampion e botës 2026 se ka lojtarin më të mirë. Jo, kështu si fan të Liverpoolit edhe Premier Ligës, menoj që Anglia. Unë jam tifoz i Gjermanisë, mendoj se do fitoj Franca se është ekipi më i fortë, por surpriza do të jetë Japonia dhe Norvegjia.